Rock muzikantët e karrierës dhe ata të rinj vetë se e kanë të qartë se muzika rock në vend shkon duke e ngushtuar rrethin e audiencës. Ajo është specifike dhe nismat e ngjarjet që u dedikon janë të plota. Por si rezistencë ndaj shuarjes e si përkraje e muzikës së pavarur rock dhe bendeve të reja, është Rock për Rock, që ka vazhduar traditën edhe me edicionin e 24-të. Bende si Telikput, Rat the Toy, Bel Ami, Starfish, Sandcastle dhe Patogen nga Prishtina, si dhe Frenetic nga Ferizaj e Zhglë nga Mitrovica, e kanë shënuar mbrëmjen e si vjetme me bende nga 2 qytete nga të cilat, sipas organizatorit të ngjarjes, bas-kitaristit Agem Berisha, nuk ka pasur më herët bende pjesëmarrëse. Atmosfera është e shkëlqyeshme, muzikantët janë shumë të mirë, fatmirësisht disa vjet kemi pas jashtë Prishtinës grupe, sonte kemi prej Mitrovicës e Ferizajit, që e rrit edhe madhështinë e kësaj mbrëmje. Është shprehur se Rock për Rock është e vetmja mënyrë ku të rinjt tregojnë veten, se tash e 24 vjet ngjarja e ka dëshmuar që ka efektin e vet. Qëllimi jon kur ja kam filluar kësaj para 24 vjetëve, ka qenë me mundësu trive me tregu vetën, kreativitetin edhe mjeshtrinë e tyre në zotënimin e instrumenteve. Edhe ja kem arrit, plotësisht ja kem arrit, që 24 edicione kanë kaluar në për këto 24 edicione shumë muzicianë të talentuar, që ma vonë kanë pasur edhe karrierë solistike, edhe jemi shumë të kënaqur se gjithmonë kemi gjetë përgjigje pozitive për gjithë atyre. Edhe na kemi bërë çdo gjë për m'ja mundësua atyre me tregu kreativitet e tyre. Fatkeqësisht, ma shumë se një dekadë, përgjigja prej institucioneve nuk është e duhur. Këngë origjinale kanë sjellë edhe bendi Telikput me Valon Kadrion me vokale kitar, Lum Veselin në bateri, Andi Sadikun në bas kitar dhe Orges Kurtaj në kitar. Duke e vlerësuar ngjarjen dedikuar e rockut, Valon Kadriu ka thënë se festivali është i rëndësishëm para se kultura e rockut në vend të vdes krejt. Më mendoj që është shumë e rëndësishme që me majtë kjo kulturë, me majtë gjallë këtë kulturë, se pak para se me vdek paka shumë krejt kultura e rockut në Prishtinë, që ka qenë kur kam qenë unë teenager. E kom pa që ka pas forume të ndryshme si Rock Sonte, Rock për Rock u konë, si me thonë, event që e kanë prit ton vitin që me ndodhë, dhe ka pas shumë ma shumë bende dhe artista që kanë kontribu në muzikë. Menoj që shtash është një ringjallje shumë e mirë, ka shumë bende si Sonte, kanë 8 bende, shumica kanë me këngë origjinale. Gitaristi veteran Muhamet Veseli, Muha, nga Armadillo Blues Band, grupit që ka një kapitull të çmueshëm në historinë e rockut në Kosovë, ka vlerësuar se festivali e përkrah muzikën e pavarur e rock pa dallim në frymët e zhanrit. Është viti 24 që bëjmë këtë festival, gjithmonë jemi menduar edhe na, jemi kontri në atë kohë para 24 vjetëve. Kemi performuar edhe na kohë mas kohë kështu. Është naci e madhe kur të shohim ta djetë momentalisht djali jam është të performu, kështu që do me thonë është një farë naci e. Bendi Patogen ka sjellë gjithashtu ritme të forta duke elektrizuar skenën me antar Art Bekollin, Robert Pirën, Nard Zeqirin dhe Eduard Shalën. Pira ka thënë se rocku nuk e ka shkëlqimin e dikurshëm, por audienca specifike e njeh mirë këtë zhanër. Rocku, po mdoket që nashta ma pak është në spotlight krahasu me dekadat më herët që ka qenë, po prapë se prapë besoj që është një komunitet, ose komunitete ndryshme ma lokale në përbot, po ashtu edhe në Kosovë. Kështu që për ata njerëz që hala e dojnë, edhe zhanrat të ndryshme të rockut, për ta ka shumë rëndësi edhe kuptim rocku hala, kështu që mendoj që ka shumë vlerë bendet që ende bëjnë muzikë rock edhe e vazhdojnë traditën edhe evoluojnë në mënyra ndryshme. Kështu që evente si Rock për Rocku që ka sonte edhe ndryshme, mendoj që janë shumë të rëndësishme për bendet.
Hajde, shkojna. Termokes jo rrallë bëhet skenë për ngjarje të tilla në mungesë të hapësirave. Vitin e kaluar, Rock për Rock kishte jehuar në skenën e teatrit Oda, e si vjet folem për një ditë e ka pasur në një hapësirë ku let akomodon audiencën e rockut. Lom Hajrullaho, organizatori i komunitetit në Termokes, ka thënë se aktivitete si këto e mbajnë gjallë skenën alternative në vend. Kontribon skenës në përgjithësi. Skena alternative në Kosovë është bagje e vogël, kisha thonë, kështu që aktivitetet e tilla janë shumë e rëndësi, jo vetëm për neve si Termokes, po ashtu edhe për skenën në përgjithësi, dhe ne ndihemi shumë mirë që e kemi rastin që mbas 20 viteve aso që është duke u mbajtur Rock për Rockut që të mbahet edhe në Termokes. Në shkurt të 2023-s, një hulumtim i qendrës së muzikës alternative Defy Them nxjerrte se 20 rock bende të reja janë formuar 2 vjetët e fundit. Në anketimin ishin përfshirë 2000 të rinë në Prishtinë dhe prej tyre 23% ishin deklaruar se dëgjojnë më së shumti muzikën në rock. Sipas anketës së tyre, numri i grupeve të reja është më i madh se kur më parë, ku ato të formuara vitet e fundit po regjistrojnë këngët në 3 qendra të rock muzikës. Vetë numri i këtyre qendrave është vlerësuar si dëshmi e interesimit të madh të rinjeve për këtë zhanër. E nëse rocku po rilind, Rock për Rock ka hisën e vet tash e gati një qerek shekulli.